Danimarka ka konfirmuar se një doktrinë ushtarake miratuar që në vitin 1952 vazhdon të jenë aktive edhe sot, duke u dhënë trupave të saj autoritetin ligjor për të reaguar menjëherë me forcë në rast të një pushtimi të huaj në territorin kombëtar, përfshirë këtu dhe Groenlandën. Ky informacion është bërë publik nga The Telegraph, duke i referuar burimeve zyrtare të Ministrisë daneze të mbrojtjes. Sipas autoriteteve daneze, ky rregull zbatohet vetëm në rrethana të një agresioni të drejt për drejt ushtarak dhe nuk lidhet me incidente diplomatike, manovra rutinë apo planitë të zakonshme të forcave të huaja. Nëse një forcë e huaj do të zbarkonte pa autorizim në territorin danez, ushtarët në terren janë të detyruar të veprojnë menjëherë, pa pritur urdhra nga nivele më të larta të komandës apo miratim shtesë nga qendra. Parimi mbi të cilën mbështetet kjo doktrinë është thjesht dhe i prerë. Mbrojtja e territorit vjen përpara çdo procedure verifikimi apo hetimi të mëvonshëm. Rikujtimi i kësaj politike vjen në një moment delikat gjeopolitik ku Groenlanda ka fituar peshë të veçantë strategjike për të shkak të pozicionit të saj në Arktik, pasurive natyrore dhe interesit në rritje të fuqive të mëdha botërore. Edhe pse Danimarka dhe Shtetet e Bashkuara janë aleate brenda NATO-s, autoritetet në Kopenhagen sqarojnë se ky rregull nuk parashikon përjashtime për aleat nëse bëhet fjalë për një pushtim ushtarak pa miratim zyrtar të shtetit danez. Fakti që kjo doktrinë e epokës së luftës së ftohtë mbetet ende fuqi, tregon se Danimarka vazhdon ta konsiderojë sovranitetin territorial si një vit të panegociueshme, pavarësisht ndryshimeve të rendit global të sigurisë.